Delegacioni i përbër nga drejtor dhe këshilltar komunal, i kryesuar nga nëntkryetari i komunës së Gjakovës Ramadan Hoti, vizitoi familjen e dëshmorit Sadedin Shehu. Ai në emër të kryetares së komunës së Gjakovës, Mimoza Kusari, ka shprehur nderime në përvjetorin e rënies së familjarit të tyre. Jemi arë sot për me kujtu dhe ndërru veprën e Sadedinit, mundën dhe kontributin që ka thonë Sadedinit që sot ne dhe breza që të vinë që t'jenë të lirë, gjithmonë do t'i kujtojmë dhe ndërrojmë me respektin më të madh, sepse ata meritojnë respektin tonë, e meritojnë respektin e institucioneve të komunës dhe meritojnë respektin e gjithë popullit. Ndërkaq në emër të familjes, Elat Shehu ka falendëruar delegacionin për këtë vizitë që i është bërë familjes Shehu. Jemi shumë krenar dhe kërnojmë shumë për vëllaun që kemi pas, si që të vini. Amuneti besoj që duhet më bëhë, nëse bëhë dhe ishte ashtë të mishala kryet, është të mas. Sadedin Shehu ka rënë dëshmor në zonën Bogë të fshatit Dev në vitin 1998. I ndjeri për shkak të veprimtarisë së tij patriotike, është detyruar shpesh të largohej për në Gjermani. Ai po ashtu atje njihej për zemërgjërsinë dhe ndihmën e tij dhe bashkëdhetarëve. Me fillimin e luftës, ai lë perëndimin për të dhënë kontributin e tij në çlirimin e vendit.